Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Gjeni, për ju që nuk më njihni, sepse shumë first subscribers do jenë ata që më njohin. Ky kanal është më tepër, ose po fillon, si një ditari imi, që unë doja ta dokumentoja dhe ta kem për veten time, por sido që të vazhdoj, unë këtë po e bëj për mua. Ky kanal, përveç slice of life, do me thënë që do kemi vlogje, dhe përditshmëri, dhe udhëtime, doja që ta bëja dhe për çfarë mua më pëlqen të bëj më shumë, që janë crafts. Nëse ti je dikush që të pëlqejnë arts and crafts, bashkëngjitu. Videoja e parë, që është kjo, dhe unë jam shumë excited, do jetë thjesht një slice of life, dita ime, thjesht që t'ju marrë dhe të më njihni pak më shumë mua si person. Ende nuk e kam vendosur se çfarë dua të bëj sot, por e di që më duhen disa gjëra si shampoo, conditioner, gjëra për flokët, gjëra për trupin, do një krem, diçka, dhe më duhet të shkoj te shpari për këto. Sepse e di që tek shpari ka një shampoo që mua më ka pëlqyer shumë. Jam bërë gati, siç mund ta shikoni, madje shtriva flokët sot në mëngjes. Do bëj gati çantën dhe do zbres poshtë. Ndoshta do ha diçka sepse nuk kam ngrënë akoma mëngjes dhe do dal. Unë shkova dhe piva një cappuccino dhe hëngra një cinnabon, sepse unë detest për cinnabon. Bëra pak një listë me gjërat që më duhet të bën. Kam një porosi nga një shoqe për disa coasters të bëra me crochet. Dhe duhet të shkoj tani tek një dyqan që unë vete shpesh një blej këto. Dhe me sa pash, ajo hapet për diku tek 20 minuta. Se dim qoftë se do më duhet të pres atje, por që shpresoj që t'jetë hapur, ndërkohë që unë jam rrugës të hapet sa më shpejt. Ka mundësia, nuk para dyqanit, nuk ka asnjë lloj mënyre të kaloj atje për të vajtur në dyqan. Unë erdha në shtëpi dhe u lava flokët, u qetësova pak, ishte shumë vap jashtë. Bëra ujë në djerës dhe thash do vete në shtëpi dhe do qetësohem, mjaft. Unë nisa për të bler fije dhe nuk ja dolëm dot. Në Google Maps tregonte se ishte hapur, ama zona rreth e rrotull nuk ishte hapur. Për momentin kam bërë gati disa fije aty mbas, që do përpiqem të bëj pak prova si do duket me një dy fije të ndryshme dhe të shoh në fund çfarë bëhet të zgjedh tamam. Për sa i përket blerjeve që unë bëra, të ju bëj një haul të shkurtër. Si fillim, hauli nga shpar, mora shampoo që më duhej patjetër, mirë po nuk ishte ajo që unë përdor zakonisht. Ama gjeta këtë, dhe është shampoo rigeneruese. Mora një shampoo trupi nga Nivea, një deodorant të Neutro Robert,
Kur I përdor për një kohë të gjatë më mërziten. Tjetër brisqet. Brisqet për meshkuj, përveç se që shiten më lirë, janë dhe më të mirë. Brisqet që janë për femra, thjesht kanë taksën pink, taksën ngjyrë roz. Gjithashtu mora disa letra të lagura që janë për zonën intime, sepse janë pa aromë dhe unë këto preferoj të përdor kur jam në punë. Dola nga Shpari dhe gjitur me Shparin është The Body Shop. Nuk kisha ndërmend të blija në gjë, ama hyra dhe pash që kishin oferta. Tani, çfarë mora unë? Me thënë të drejtën kur hyra, thash me vete, nuk e dia kanë produkte për flokët. Dhe e pyeta atë vajzën që punonte atje dhe më tregoi disa. Një nga ato që kam dashur të kem është një oil. Ky ishte shining oil nga farat e rrushit. Grapeseed oil. Dhe përdor tani, se nuk e përdor aq parë. Okej, dhe aromën e ka shumë të mirë. Tjetër çfarë mora ishin një scrub për buzët me mango. Këto ishin në ofertë, kjo ishte veç 4 euro. Unë e kam një scrub dhe ai është me avokado, por tash pse jo mango. Shumë të mirë. Ishin në ofertë dhe në disa body butter. Zakonisht më pëlqejnë aromat e ëmbla. Dhe gjeta këtë që ishte me fik dhe pistak. Kishte një aromë fantastike. Unë mendoj që fisht janë shumë underrated. Si frut, si aromë, duhet të jetë më I përdorur. Po një këmbët. Krem me aromë Dream come true. Dua të marr pak kohë, sepse kam disa emaile shumë të rëndësishme për të kontrolluar, të përgjithësoj disa dokumenta në Revolut. Mora dhe diçka për të ngrënë. Okej, vazhdojmë. Unë sa po përfundova me kontrollin e gjitha atyre emaileve që më duheshin. Mbarova dhe me journalin sepse kisha shënuar gjitha gjërat që unë doja të bëja. U dhash një check tani që I bëra. Tani doja që të bëja pak siç thash që parë me disa fije që I kam aty. Dua të bëj pak prova të atyre coasters që do punoj me grep. Kam filluar me një fill që është I trash dhe më pëlqen me thënë të drejtën se si del ky fill I trash, por dua që të shoh edhe me fije të tjera se si do duket. Megjithatë ky më pëlqen më shumë nga të gjithë. Do provoj që të bëj tani një mock. Mock është një si tip shembulli që unë ta bëj, ta shoh si më duket me këtë fill dhe të dalë në përfundimin do e më bëj apo jo. Këtë do bëjmë tani. Isha duke parë një tutorial, një video, ndërkohë që po e bëja, se nuk e di pse në vend të 5 petaleve mua më dolën 4 petale dhe më duhej që ta hiqja prap. Pastaj u kujtova që kisha për të bërë ushqimin gati për nesër në punë, sepse jam
që shpejt në punë nesër. Dhe vendosa që të shkoja të bëja ushqimin gati dhe më vonë të vazhdoja me këtë. Kështu që do ha. Shumë tas i bukur kjo me një pul. Do ha, do shikoj televizor dhe pasaj do e mbaroj atë. Sa po e marrova dhe këtë lulen. Kjo është shembulli i parë, do me thënë në këtë formë do i vjen dhe të tjerat, por thjesht në ngjyra të ndryshme. Ajo shoqja më kërkoi që qendrën e lules, kjo pjesa këtu do jetë një jeshile mente, por e zbutur, jo ajo mentja e fortë. Si punet saj. Jeshile e lehtë dhe pjesa tjetër do jetë e bardhë. Ajo do të 4 copë, kështu që nesër mbas pune do shkoj dhe do blej ngjyrat, por do e marr këtë me vete nesër që t'ja tregoj nëse i pëlqen kjo fija, sepse mua më pëlqen shumë kjo qëndron kështu. Në pet. Dhe këtë e vendos në tavolinë, dhe vendos filxhanin apo një gotë dhe nuk bën pis tavolinën me lëngje, po edhe duket këndshëm. Sidomos në qoftë se ke një çaj diçka të nxehtë dhe duhet të çosh filxhanin diku. Madje unë duhet të filloj të bëj një ca për veten time, sepse janë shumë të nevojshme ato për në kuzhinë. Por kjo më pëlqen shumë si doli, madje ky filli ishte i mbetur nga një portofol që unë kisha bërë, e kam këtu. Ky u nis për të bërë drejt punimi, por pa pritur tek gjysmë e punës kuptova që po mikte pak shtrembër dora dhe thashe di çfarë duket mirë, kështu që e lash kështu. Dhe i kam vendosur, i kam qepur dhe një lining brenda. Ky nuk ka zinxhir, doja të kishte një zinxhir, kjo që është këtu brenda është një diçka tjetër, një portofol tjetër. Doja shumë që të kishte një zinxhir. Do ishte 100% çfarë dua unë. Ama edhe kështu si është shumë nice. To nuk i sugjeroj dot mjaftueshëm, aq shumë më nevojiten. Kam pafund, kam bërë këtë. Tani që fillova të qep, kam bërë këtë që është më i madh. Ky gjigant. Këtë e mbaj për të mbajtur çdo gjë të journalit tim. Do me thënë përveç se fut journalin aty brenda, vendos dhe portofolin ku mbaj ngjyra dhe gjëra, vendos këtë që pres letrat, vendosur washi tapes janë gjithse me ngjyra. Përveç këtij, bra dhe një tjetër. Po ky është për të mbajtur ilaçet. Do me thënë çdo ilaç që unë e kam, termometri, paracetamol dhe çdo gjë që më duhet kur ndodh që je sëmur. Se di po i mbaj dot në një dorë. Ja qa bëj unë për ditë. Tani po vete pak vonë. Faleminderit shumë që ndoqët videon time të parë. Në qoftë se kjo video ju pëlqeu, bëni like dhe subscribe dhe mos harroni të ndisni atë zilkën e vogël që t'ju njoftoj kur unë do të postoj video të radhës. Faleminderit shumë, natën e mirë dhe shihemi në videon e radhës.